dhe deri tek ata që merren me institucionet e parandalimit, të edukimit dhe të ndëshkimit të krimit në shoqëri, më duket se janë jashtë loje. Në shoqërinë shqiptare për fat keq shikoj një lloj urrëtie ndaj edukimit dhe formimit të rinjve tanë. Dhe kjo është alarmante. Nëse ne do ta braktisim procesin e edukimit në familje, nëse ne shkollën do ta reduktojmë në një institucion të thjesht të mësimdhënies, nëse indiferenca komunitare dhe mungesa e denoncimit të keqes sociale do vazhdoj të rritet, atëherë do të thotë që kriminaliteti do rritet dhe mbi të gjitha ne kemi arritur në një fazë kur krimi jo vetëm është bëri fort për shkak të një lloj ideologjie të forcës që për t'i zgjidhur problemet, por më duket që jemi në një fazë që ashtu në përdhëmb e flasim për një lloj solidariteti të kriminalëve, për ato që quhen erpasere grupe kriminale, grupe të strukturuara, e ca terma të tjera të cilat vetëm pse i përdorim mediatikisht apo politikisht, po pa i zbërthyer në esencën e tyre se çdo të thotë që krimi në shoqërinë shqiptare jo vetëm është individual, jo vetëm është intensifikuar në sasi dhe cilësi, por ka filluar të strukturohet. Dhe betejë me krimin e strukturuar, pastaj me krimin e organizuar është akoma edhe më e vështirë. Shëndeti i shoqërisë për mendimin tim është i tronditur nga shumë faktorë. Problemet që kanë të bëjnë me përdorimin e lëndëve psikotrope, me probleme të tjera, por për mendimin tim në evidencë, në qendër të ciklonit të furtunës së madhe që po shqetëson shoqërinë shqiptare, krimi është pa diskutim patologjia më e madhe dhe krimi nuk është më një metaforë mjekësore, por është një realitet banal i dimensioneve shumë shqetësuese. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë nëse duam të rrojmë në një shoqëri normale, të humanizuar dhe sociale. E kuptoj. E fundit, zoti Dushim, ju kuptoj dhe institucionet ata që ju i cilësuat që janë në krye të shoqërisë e tjera, absolutisht ka një pjesë shumë të rëndësishme. E fundit fare që unë dy pyes dhe shkurt ju lutem është po ne në një farë mënyrë, unë, ju e tjerë. Unë dje pash për ngjarjen e Manzës së reagime edhe nga qytetarë që po e them në këtë mënyrë, megjithëse nuk do doja, ka një lloj niveli në shoqëri, parësimuar e tjerë, që reagonin tronditur edhe gjithçka, por le themi kaq, nuk di ne çfarë duhet bëjmë, edhe diçka që ndoshta nuk na shkon ndërmend ta bëjmë me përditshmërinë apo me një veprim, ne që kemi në dorë diçka. Absolutisht, një nga shkaqet thelbësore të krimit është indiferenca sociale dhe një lloj amnezie sociale e njerëzve që harrojnë se çfarë po ndodh, çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh në këtë shoqëri. Unë gjykoj që në gjitha vendet e Perëndimit, nëse kanë rezultate evidente në luftën kundër krimit, nëse kanë rezultate të dukshme në stabilizimin ekzistencial të kriminalitetit në shoqërinë e tyre, jo se kanë azisuar plotësisht, e kanë të pranishëm, kanë një komponent i cili ka të bëjë me denoncimin qytetar. Domethënë, në vendet e Perëndimit, në vendet ku ka një edukat humane të qëndrueshme, denoncimi i dhunës, denoncimi i krimit, i veprimeve anticivile kundër qytetare bëhet me të gjitha format e duhura. Ne më duket, nga që jemi të inonduar, kemi filluar të kemi një lloj sindrome, unë po e them përsëri, kjo është sindroma e budallajit. Çfarë është sindroma e budallajit? Ne shikojmë krimi që ndodhi në Manzë, apo krimi që ndodhi në shkollën në Fanoli, apo ku ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme dhe themi kjo s'ka punë me mua, kjo nuk lidhet me mua. Kjo lidhet me familjen e atyre që u ndodhi. Kjo është siguria e budallajit. Kjo shoqëri nuk mund të jetë indiferente të presë si t'i ndodhi asaj që të besoj që kriminaliteti është në shoqëri. Përkundrazi, një reagim kompakt civil qytetar do të ishte i faktor ndihmues për ta rregulluar këtë situatë të kriminalitetit në Shqipëri. E kuptoj. Zoti Dushi, faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që biseduam, ju uroj ditë të mbar. Faleminderit dhe juve ditë të mbar. Faleminderit edhe njerë, ishim me mjeshtrin e madh, me sociologun Gzim Tushi, dhe diskutuam fakt çfarë ndodh me shoqërinë shqiptare, dhe një bisedë me të vërtet për të reflektuar thellë, sepse gjithsecili ka një rol të rëndësishëm në shoqëri dhe absolutisht duhet të luajë dhe jo të jetë indiferent. Kjo ishte edhe përgjigje pyetjes fundit që unë i bëra zotit